Kura me banane dhe mjalt kundër kollës dhe bronchitit. Kolla kronike dhe bronchiti janë probleme shëndetësore stërmunduese për organizmin. Në shumicën e rasteve, këto probleme kërkojnë trajtim të imtësishëm mjekësor. Përveç tyre, përdoren edhe kura natyrale për të çliruar rrugët e frymëmarrjes. Kjo kurë e re natyrale e sugjeruar nga kura në Shqip përmban përbërës të fuqishëm, të cilët gjendet lehtësisht në çdo kuzhinë shqiptare. Banania dhe mjalti njihen për aftësitë e tyre në qetësimin e fytit dhe mushkërive, por edhe në kurimin e kollës dhe bronchitit. Kura me banane dhe mjalt pranohet të ketë efekt të menjëhershëm, jo vetëm kundër fytit të thatë apo kollës, por edhe për problemet me stomakun. Por si ta përgatisni kurën me banane dhe me mjalt? Përbërësit: 400 ml ujë të zier, 2 banane të pjekura mirë dhe 2 lugë gjelle me mjalt. Përgatitja: qërojeni bananet dhe shtypini me një lugë druri derisa të bëhen pelte. Mos përdorni enë metalike sepse banania ka tendencë të zihet nëse bie në kontakt me metalin. Vendoseni puren e bananes në një enë dhe shtoni ujin e zier të ngrohtë. Lëreni të qëndrojnë së bashku për 30 minuta. Kur lëngu të jetë ftohur, shtoni mjaltin. Nëse ju pëlqejnë lëngje transparente, mund ta fulloni, por mund ta përzjeni e ta pijeni ashtu të plot. Është e rëndësishme që mjalti të jetë përbërësi i fundit që shtohet në kurë, që të mos humb vlerat e tij si pasojë e nxehtësisë së ujit. Si ta konsumoni? Pini 100 ml të kësaj kure 4 herë në ditë. Kjo sasi është e mjaftueshme për një ditë, ndaj të nesërmen ju mund të përgatisni një dozë të re. Rezultatet e para priten pas 4 deri në 5 ditësh. Konsumi i bananes gjatë të ftohërës dhe sëmundjeve respiratore është i rekomandueshëm. Kjo vjen për shkak të profilit të pasur ushqimor të bananes që jep energji, por ofron edhe proteina, vitamina, minerale, fiber dietike. Një prej mineraleve më të fuqishëm është magnezi që balancon elektrolitet. Ndonse bananet nuk përmbajnë vitaminë C, kompensimi vjen nga përdorimi i mjaltit që përpos saj ofron edhe shumë antioksidant që luftojnë inflamacionin. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona të fundit. Faleminderit!